Sa herë ju ka ndodhur që pas blerjes së pecetave menstruale, punonjësit në market t'u ambështjellën ato me gazeta, letra apo qese të trasha, vetëm që të mos vërejen se çfarë janë. Sepse menstruacionet në shoqërinë tonë vazhdojnë të shihen si diçka e ndytë dhe e turpshme. Shumë gra në Kosovë përballen me vështirësi për të siguruar produkte menstruale. Kjo sepse ende nuk kuptohet se si gratë, në ndërveshmërinë e tyre financiare nga burrat dhe në nivelin e ulët të punësimit, munden me qenë aq të varfra sa të mos mund të mbështesin veten as me produkte esenciale higjienike, si peceta a tampon. Në pamundësi të përdorimit të mjeteve të duhura, gratë shpesh detyrohen të përdorin materiale të pasigurta për shëndetin e tyre gjatë ciklit menstrual. Ndërsa shteti, ai zgjedh të heshtë. Shteti e shikon varfrinë e grave si çështje të dorës së dytë. Në vend që të sigurojë qasje pa bariera në peceta dhe tampon, i detyron gratë të paguajnë 18% tatim për to, një normë që aplikohet për produkte jo esenciale. Qeveria nuk po vepron as në përputhje me vullnetin qytetar. 7500 qytetarë të Kosovës e nënshkruan peticionin e udhëhequr nga Qika në vitin 2023, peceta nuk është luks, ndërka 71 organizata dje ju bashkuan Qikas në letrën e drejtuar ministrit në detyrë të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për heqjen e taksës për produkte menstruale. Andaj sot, në ditën botërore të higjienës menstruale, në shkallët e qeverisë së Kosovës, hodhëm peceta menstruale të mbështjella me gazeta për t'ju bërë me dije se stigma nuk vjen vetëm nga shoqëria. Stigma menstruale po mirëmbahet edhe përmes politikave shtetërore. Kjo taks është pengesë për gëzimin e së drejtës në shëndet për gratë dhe personat që menstruojnë. Është shkelje të drejtave të njerëzit e rrjedhimisht edhe kundërkushtetuese. E përsërisem, produktet menstruale nuk janë luks. Janë nevojë përmuajshme e personave që kanë menstruacione. Mjaft i trajtuat ato si produkte të luksit, heqeni taksën.